tek ne nuk ka shumë raste ende të vrasjeve me pagesë si në Shqipëri, fatmirësisht që është heq dënimi me vdekje dhe kemi tani dënimi me burgim të përjetshëm. Pasojat që po lën mas shumë të vrasjet janë ato kur po ndodhin mes bashkëshortëve. Sa i përket vrasjeve të fundit që kanë ndodhur në vend, cila mendon që është arsyeja që janë të ndodhur që kaq shumë? A është ligji shumë i butë, dënimet nuk janë të parafame ashtu që duhet për çato sa që ta kryeni tën, ose cila mundet me qenë arsyeja? Atëherë problematikë që duhet vu theksen janë veprat penale, vrasjet që janë duke ndodhur tek ne. Fatmirësisht tek ne nuk ka shumë raste ende të vrasjeve me pagesë si në Shqipëri. Pra kjo është një e mirë kur krahasohemi me vendet e tjera rajonale që i kemi afër. Por fatkeqësisht viteve të fundit sidomos janë shpeshtu shumë për arsye të ndryshme, mos them për arsye shumë banale, për probleme familjare, për probleme personale mes vete. Gjendja ekonomike ndikon shumë. Pastaj papunësia, domethënë gjendja ekonomike, probleme mendore, trajtimi i tyre, sepse tek ne ekziston edhe paragjykimi nëse trajtohemi, kemi nevojë të trajtohemi me psikolog apo psikiatër. Ne jetojmë me paragjykim se tashu nuk jam mirë, edhe nëse shkoj me u trajtu edhe e kupton dikush, unë nuk kam me dal normal, e që është shumë e gabume, se nëse vendosim me u izolu, mos me u trajtu, pasojat kanë me qenë të parikuperueshme dhe shumë të mëdha. Pasojat që po lën mas shumë të vrasjet janë ato kur po ndodhin mes bashkëshortëve. Aq më tepër kur ka edhe fëmijë. Janë po aq të dhimbshme, po edhe me pasoja afatgjate, mos them të përjetshme, sidomos tek fëmijët. Sipas ligjit, cili është dënimi më i rëndë në Kosovë? Dënimin më të rëndë me kod penal të Republikës së Kosovës parashihet dënimi me burgim të përjetshëm, i cili dënim hyn te dënimet kryesore. Këto dënime zakonisht shqiptohen kur kemi të bëjmë me vrasje me vepra penale të rënda, si vrasjet e rënda, krimet kundër njerëzimit, kundër rendit kushtetues, e kemi edhe rastin Banjska, që tani më është duke në shqyrtim gjyqësor. Unë aty përfaqësoj të drejtat e palës së dëmtuar, respektivisht e një zyrtari policor. Të akuzuarit të rrezikojnë të dënohen me burgim të përjetshëm për veprimet që akuzohen se i kanë bërë. Pastaj kemi dënimin me burgim, që është nga 30 ditë deri në 25 vite. Më parë ka qenë 20 vite, më pas në vend të dënimit me vdekje është futur dënimi me burgim të përjetshëm. Fatmirësisht që është heq dënimi me vdekje dhe kemi tani dënimi me burgim të përjetshëm. Dhe kë në momentin kur mbushën 30 vjet dënim i ka mbajt i burgosuri, po i akuzuari, atëherë nëse janë plotësuar disa kushte, ai mundet edhe me kërku që me u liru nga burgu.